Okej, kishte ardhur momenti. Po, realisht ka ardhur momenti që unë përfundoj dhuratat, sepse mungojnë vetëm 4 ditë. Pak a shumë nga Krishtlindjet. Sot është data 20, kështu që jam shumë vonë. Por pikë së pari mirë se erdhët në një vlog mas tjetër me ne. Unë jam me Hekrin, me Baton. Dhe tham që ka ardhur momenti, siç ju thash, ta përfundojmë këtë detyrë. Kështu që ndalesa e parë do jetë tek Sinsay, tek FGT-ja, dhe më pas do kalojmë në tek. Dhe më shumë ullje dhe kjo që ka perfekte nëse doni dhurata low budget me çmime të ulta. Perfekte du të rregoj shtëpi gjatë që mora. Mbasi brodhëm në disa dyqane, çuditërisht Jumbo nuk ishte i ngarkuar siç ishte në fillim të muajit, se sigurisht tani jemi drejt fundit. Dhe vendosëm që t'ulemi të ham diçka sepse Hekri tha kam shumë urir. Ndërkohë siç e pat, Bato si morën një set, më kushtonte më duket diku tek 2 euro tek Jumbo, me vida, kaçavida, se i ka shumë fiksim, na ka parë këtë ditë nëpër shtëpi, dhe me zori kemi mshef gjitha, ja kemi heq sepse kishim merak që vritej, sidomos pjesën në syve e tjerë. Dhe sapo ja pam këto ja morëm, do t'ju tregoj pastaj në shtëpi disa gjëra interesante që kam marrë kështu si ide dhuratash. Dhe tani jemi ulur këtu dhe unë vendosa të marr një Pizza Hut, kisha shumë kohë pa marrë. Dhe i thash dua një nga ato versionet e vogla, nëse mbani mend, do tha jo, tha kam ikur, kemi vetëm një po Bato. Këtu. Ja. Ta fusim e këtë këtu. Edhe kishin vetëm një mas tani, kështu që sot ma plotse pak Hekri mua se nuk kisha për asgjë tjetër dhe thash me që ke uri hajt ham një picë. €12. Do t'ju tregoj se çfarë kemi. Jam e djathtë brenda. Vendosa Badon gjumë dhe thash t'ju tregoj se çfarë mora, sepse nuk mund t'i hap në sy të tij, sa ai do t'i marrë pastaj dhe t'i hapi për vete. Dhe faktikisht nuk ka vendos asnjë dhuratë, po është pemës, do t'i vendos me 25 kur të vinë njerëzit, sepse më duket do ta festojmë këtu tek mua, do vinë të gjithë, një pjesë domethënë se të gjithë gjithëfisi jo, po një pjesë do vinë këtu dhe besoj që do t'i nxjerr atë ditë kur të vinë gjithë njerëzit, do t'i nxjerr edhe që do t'i hapin, t'i bëjnë, se ndryshe me Baton, ai do t'i hapi gjitha gjëra për vete. Mora këtë paketimin, këtë e mora tek Tigers. Kishte disa versione, unë vendosa të marr një pak më klasike vintage.
Kishte pastaj një version dhe të qelet të kësajt dhe kishte edhe me kuadrate, po unë vendosa të marr këtë kështu pak më të shkoj shumë edhe pemës. Pyeta dhe Hekën i thash si duket, kisha zgjedhur dy dhe ai më tha këtë më mirë. Pastaj mora këtë, shkojeni, me relief. Edhe këtë e mora Tiger. Mora edhe këtë setin që ishin dy. Kjo është me qenusha dhe kjo ishte kështu. Këto kushtonin diku tek 2 euro. Kjo kushton të ishte më shtrenjta 2 euro, vetëm kjo. Dhe kjo kushton të 2,50 euro. Paka shumë më, se dini që eksaktësisht. Ndoshta edhe gjej faturën, po pastaj më dukën shumë i lezetshëm, por realisht shumë pastaj ndoshta jo të gjithë, po mua më duk shumë i lezetshme. Ishte kjo. Merrje perle natyrale dhe vendosje në varse. Dhe i njëjti koncept ishte me fosil, domethënë ngërrye fosilin dhe e shndroje në varse. Dhe më duken shumë të lezetshme. Edhe këto e kam marrë për 2 dhurata. Pastaj Bato mori të Sensei një makinë si ajo e vogla që mori para një jave, tani mori të madhen, se sigurisht duhet merrte diçka se ndryshe makina. Kemi filluar të mësojmë konceptin që duhet blej vetëm një gjë, jo gjithë dyqanin, dhe të shohim work in progress. Ja i gjeta, domethënë këto gjëra që ka marrë te Tiger bashkë me këtë dhe bashkë me ato qeset e kartonit më kanë kushtuar 13 euro totalisht. Se gjeta faturën. Ndërsa kjo është fatura e Jambos. Në Jambo kam harxuar 3 euro dhe kam bler këto për të mbështellur fjongo jeshile, për të mbështellur dhuratat. Mora 2, se nuk e dija, do kisha dëshirë një të trash fare, shumë të bukur, po nuk gjeta dhe mora këto të hollat. Mora dhe këto karton që të lidhet, të shkruhet emri kushet i dhuratës, edhe do me thëmë emri personin që do ketë dhuratën. Pastaj ndalova te libreria, sepse vitin tjetër një nga shoqet e mia do ketë një beb dhe doja t'i dhuroja një gjë të vogël për Krishtlindjen për bebin dhe mora këtë librin. Ju e mbani mend që Bato e ka shfrytzuar shumë, e kemi akoma këtë libër. Ka qenë një ndër librat më të shfrytzuara nga 0 deri në 1 vjeç dhe mendova që ishte perfekte. Bato e ka me kafsh, unë nuk e gjeta, po mora këtë të kopshtit dhe kishte edhe kjo shumë interesante kontrastet. Mund të jetë një dhuratë shumë e lezetshme. Edhe kështu më radhë. Po, më ndërpreu Hekri, unë ngela kështu, jemi shumë keq me kollën. Bato jo ka shumë. Po, thot Hekri, a keni pas kollën njerëz. Se Hekri po lexonte që pas ka qenë një variant Covidi shumë e keqe me kollë dhe Hekri ka 1 muaj dhe unë gjithashtu. Kurse Bato çuditërisht, nga që kemi bërë dhe na 2 ditë i kemi bërë shumë aerosol dhe nuk e di, ndoshta ka ndikuar këtë gjë. Ndërsa te Sensei së bashku me makinën, makina ka kushtuar 3 euro, së bashku me makinën kam harxuar 10 euro total dhe kam marrë kornizat e famshme. E mbani mend një nga këshillat që ju kam bërë. Nesër do printoj fotot dhe besoj nesër ose pas nesër do paketojmë bashk dhuratat. Se kam dhe gjëra të tjera që dua të porosis, dua të shkoj edhe te Taste Ruby për të marrë disa kuti me çokolata të veçanta. Por fillimisht t'ju tregoj një herë. Mora këtë kornizën. Shikoj sa cute. Kjo ishte me ulje nga 4 në 2,30. Shikoj sa bukur. Pastaj kam marrë, kjo është në velvet, tip kamosh. Kjo ishte 3,20 €. Kishte kështu, kishte dhe bordo, po unë vendosa ta marrë kështu. Pastaj ishte edhe kjo si tip druri, bardhëzi. Kishte shumë versione,
Edhe imagjino, të gjitha këto bashkë me makinën më kushtuan 10 euro, ja vlenin realisht. Këto janë për persona të ndryshme, për stile të ndryshme dhe kjo besohet e kuptuat që nuk është për të mdhejnë. Pavarësisht se edhe për të mdhejnë në një arredim të caktuar mund duket nice, por varet nga stili interiorit. Tani i premtova hekrit, duke qenë se herën e fundit dështuam totalisht, domethënë hekri provoi të bënte popcorns 2 herë dhe u dogjën komplet. I premtova hekrit që do bëj popcorns sot, kështu që do t'i futemi punës, por siç po ju thoja, besoj nesër do përsis ose pas nesër do përsisena 2 gjëra dhe do bëjmë paketimin e dhuratave, do pritoj dhe fotot për këto kornizat dhe gjithashtu pash dhe dhurat për Baton. Tani duke qenë se i kam marrë tavolinën te Noina për ditëlindje, kisha dëshirë t'i merr edhe diçka tjetër te Noina, se kanë realisht produkte më të bukura ever, përveç se cilësia, funksionaliteti, materiali, çdo gjë. Por jam pak në mëdyshje se cilan gjë t'i marr, sepse do të kuptoni që unë duhet të sistemoj edhe dhomën e Batos, por atë e kam lënë për vitin që vjen, duke qenë se ai flen akoma me ne, siç ju kam shpjeguar, dhe duhet ta mendoj pak mirë se nuk ka shumë hapësirë dhe duhet ta mendoj pak mirë se ku t'i vendosim gjërat, si qysh tek. E them kjo, te Noina më pëlqen shumë mbajtja e librave, më pëlqejnë shumë, janë disa lojra me shkallë, me gjëra, ka shumë opsione, por akoma nuk ka vendosur çfarë do t'i marr next mbas tavolinës, që çdo person që vjen këtu ma pëlqen shumë, përveç se Bato e përdor çdo ditë dhe i pëlqen shumë. E them kjo, duke qenë se jam akoma duke menduar se cila do jetë dhurata e Batos për Krishtlindje nga ky sektori, le ta quajmë funksionalitet, shtëpi, dhomë gjumit, po mendoja t'i merrja nga ato pllakat magnetike që kapen, kështu nuk e di do arrit të gjej një imazh, dhe i pash ishin te Jumbo, nisnin nga 20, 30, kam parë dhe online që sërish nisin nga 20, 30, 40, 50, 60, 70, varet nga copat, varet, domethënë sasia, varet nga nëse doni me makina ose me tema caktuara, dhe më duken interesante sepse Legot i ka shumë qejf, por problemi i Lego është se jo kam thënë, janë të vogla dhe ndonjëherë në një moment të fërje i fut gjitha në gojë, jo si ham, por pak mund të ndodhi që i kalojnë poshtë dhe hajde shkem të qësultoja tani ne. Kështu që i thash këtë, me që ka filluar dhe të ndërtoj shumë në shtëpi me këto Legot e mëdhaja që i kam blerë që vjet tek Jumbo, thash ti marrim edhe këto, sepse është mësuar në çerë dhe që ulet aty dhe formone dhe merret. Tani, fëmijët në këtë fazë, sado dhurata që t'i bësh ti dhe libra t'i bësh ti, punë minutash e kanë për qëndrimin, se fillojnë merren me gjëra tjera nëpër shtëpi. Siç e thash, Bato do më marr me kaçavida me gjëra tani, por nga ana tjetër doja të dhuroja diçka jo shumë të shtrenjtë për Krishtlindje, që edhe ai ta hapte bashkë me njerëzit e tjerë dhuratën e tij. Në fund të ditës vetëm unë duket do ngel pa dhuratë për Krishtlindje. Do t'ja blej vetes, ose do ma sjelli dikush, nuk e di. Unë tani po bëj sikur nuk mendon njëri për mua. Se bëj shaka. A ti futemi punës për të bërë popcorns, si thoni? Hoza vaj, pak vaj lëdielli dhe hodha copa gjalpi. Dhe tani do hedh popcorns, por nuk do ta shkruaj me njëherë gjalpi. Do provoj një herë ndryshe nga çfarë provoj hekri, që mos të dështojnë dhe këtë herë. E shihni, kemi vendos këtu lulen. Mund edhe ta kisha futur në dhomë, po tani më vajti mendja, them drejtën, nuk e kisha menduar. E kam lënë këtu në mënyrë që mos t'i bjerë shumë ngroja, dhe i ka dhënë pak ngjyrë jeshile, edhe pse këtu e kam një ide se çfarë të bëj, po të kaloj një herë Krishtlindjet dhe të shohim, edhe pse më duket sikur Krishtlindjet kanë 2 muaj tashmë, nga që jam çdo ditë që bëj vlogje dhe çdo ditë që flas për Krishtlindje.
Misioni kryer me sukses. Tada! Tani janë të ngrohta dhe t'ja çaj hekrit. Edhe pse them drejtën me këtë induksionin, o duhet ndrojmë të nxjerrët, ose duhet, akoma si jemi mësuar me të, nuk e di, duhet bëjmë një zgjidhje se rëndësi ka që sot. Gjithashtu, bato sot ka qenë më mirë, inshallah e kaloj me kaq, shpresoj që nesër mos të kemi një rikthim, dhe shqyqy që ai nuk ka kollën time dhe të hekrit, por sigurisht ai na ka sjellën. E thënë kjo, faleminderit që më ndoqët dhe sot, dhe mos harroni të bëni subscribe, të lini një koment, të bëni një like, sepse ju e dini që kjo më ndihmon shumë, kjo ndihmon shumë kanalin tim. E di që ja përsëris çdo ditë, çdo herë, por realisht do të thotë shumë suport juaj për mua dhe për kanalin dhe për vazhdimsinë e kanalit, që do vazhdojmë të kemi sa më shumë video dhe vlogje në vazhdim. Sigurisht nëse ju pëlqejnë. Në do shihemi sërish nesër. Nëse do shkoj në një event tjetër. Nëse do ketë një gjë ndryshe, por do flasim. Do e shohim nesër. Do ta shoh dhe unë vetë se nuk e di. Natën.